Për çdo ditë po flasim për çmime të larta, madje për 1 kilogram speca për shembull deri në 6 euro, por erdhëm në tregun e gjelbër për të parë se a janë kështu çmimet dhe doli që këto çmime të larta në mungesë të një çmimi tavan janë duke u bërë nëpër markete, por kështu nuk është në tregun e gjelbër, sepse këtu e kemi domatën 3 euro derisa nëpër markete ishte shumë më shtrejt, 5 deri në 6 euro. Ndërkohë kungulleshka që është vendore ishte 2 euro. Po ashtu sa flasim për specin që marrëm si shembull që është raportuar për çmime deri në 6 euro, këtu e kemi 1 kilogram spec 3 deri në 4 euro, pra varësisht se prej ku ka ardhur speci sepse nuk është prodhim vendor. Në ndërkohë i kemi tranguj që janë prodhim vendor 1 euro e gjysmë, spanaçi 1 euro e gjysmë, sallatat e gjelbërta 0.50 cent dhe patëlxhanin që ka ardhur nga shtetet e tjera 3 euro për kilogram. Pra këtu janë paka shumë çmimet, këtu e kemi spanaçin që është 1 euro dhe 1 euro e gjysmë nëse nuk gaboj, do të na tregojnë pastaj dhe i kemi patatet që janë deri në prej 80 cent e tutje për kilogram, pra po flasim gjithmonë dhe nuk e dia janë këto patatet të Kosovës apo të importuara, por për këtë do ta pyes zotrin Kadri, pasi që vim çdo herë të aj, përshëndetje. Përshëndetje. I përmenda disa prej çmimeve unë, në ndërkohë tregon fillimisht patatja ishte 80 deri 1 euro. Patatja krejt varet të çfarë kvaliteti ka. Ki pe 50 cent deri në 80 cent, më e lartë. Ndërkohë çepa? Çepa është 80 cent. Lakra? Lakra është 70 cent, 50 cent, këtë varet të çfarë lakre, dhe më thënë delë. Karota, nëse po e shoh, këto që i ke këtu, nëse më tregon. Karota 80 cent, kepa e re është 3 copa 1 euro, dhe në 4 copa 1 euro, këtë varet të qysh vjen, brenda dite dhe ka pak ma sasi, pak me kohume që është. Por nëse i marrim çmimet këtu, krahasim me çmimet nëpër markete, po e shohim një dallim shumë të madh. Çfarë është duke ndodhur, sepse ne po shohim vazhdimisht, po flasim për çmime të larta dhe sot po e shohim që këtu nuk janë shumë të larta. Çmimet nuk janë të larta me krahasuar me importin që vjen, nuk janë të larta. Po kje çmime që veç paushale, domethënë nëpër marketet e mëdha kje çmime shumë të larta se në treg. Që shambull kjo specin atë pjesën atje, ai kolega që ka 2 euro e gjysmë. Edhe vjen me importuar për jashtë vjen. Kjo speca këtë varet të kvaliteti specit edhe çfarë speci del. Pra ne kemi nga kjo që po thoni ju, abuzim me çmime nga bizneset e mëdha. Po. 1 kilogram të të nasht, mundet me kam për 3 euro e gjysmë, 3-4 mas tepër. Markete kjo çmime shumë të larta. Po varet pej blerësve, se 90% shkojnë në marketet mëdha, nuk e reflektojnë tregun e gjelbërt, e që ato janë do sene pak ma ndryshme. Po thoni që kanë ikur konsumatorët nga tregu, sepse nëse shkojnë në 10% atje? Kanë ikur se po i gjojnë, do me thonë, çdo sen që po kërkohet, po i gjojnë atje. Nuk për den si shka është të marë, që është tani është mungesë të sene, të holla të hargjohen, edhe kështu që jesin të varfënum pra populata. Në ndërkohë, zotri Kadri, unë vi këtu, sa herë që vi, juve ju takoj këtu, dhe sa herë që vi, kryetar në ndrohën, ne mbesim këtu dhe tregu nuk përmirësohet. Apo a keni shpresë që do të bëhen ndryshime sa i përket ambientit ku ju punoni? Do me thonë për rregullim. Kur? Që 26 vite vesh premtime të nas ka kurqë. Sen që shifët. Muj me folë qa duhet, po sen që shifët. Për pana vendosë, ku duhet me konë na, veç e që shtojnë shkruje në okullë dhe që të ndjelë. Kur gjë ma tipër. Faleminderit shumë e punë barë. Faleminderit edhe me gajo. Po kuptoj që da është hina s'po di. A vjen çdo herë në treg? Po, vim ka herë si rallë. Disa janë ma lirë, disa jo në varet. Varet krejt qysh e kanë konsumita qysh e sen.
Ne kemi po atë ditëve të fundit specin deri në 6 euro, këtu po e shohim 2 euro e gjys. Valla këtu në treg shumë shpesh dalë, po 6 euro se kom pa. S'muj me thonë që kom pa, ndoshta kur s'kom qeru në, është hype, është dryp, tjetër s'po di. Deri në 4 ka shkue. Çka bleni kryesisht këtu? Ushqime të përgjithshme kështu, jo diçka ekstra, po çka më vyn. Çka të më vyn që ato i marr, që aso më vyn. Me qenë se dalë për çdo ditë, kështu që s'kam nevojë marr me shumicë të madhe. Personalisht për ju e sa kanë ndiku këto çmimet? Janë ngrit normal. Edhe mu po tash kam më pas si krejt. Tregu është vend më i lirë. Ma i lirë tregu, po do të me marr ushqim pekije, se nuk është diçka në farë. Më thonë atë, po ushqimi gjithmonë është për neve dhe është i ngritën, se ka dikush që s'mund të mjarit. Për shembull, varet tash nëse janë ma kallabllak familje me një rrogë me të vogël, s'mund mjarit. S'po mujnë ata që kanë me ka 2-3, po kanë tjera që më le ma tepër. Ushqimi është i zakonshëm edhe shtrajt, që me po tash. Kur gjëheq, veç me këqyra. Qa kimi me asishën, po është zotën. S'ka kur gjë, me një penzion që shmernu. A tu ka bojë vështirë me sa herë në muj mund është me dalë me pensionin tënë me ble ushqim? Ushqim, unë bëshqim po ble, po ka pakës, në një plakë që atë hajtë. Mirë është. Çka mund është me ble me pensionin tënë? Qa ki me blenën, po është zotën, kretë shtrajtë. S'ka spekcion që mi kontrolu që shpjasin marketet, sot është në çmimi e merë, nesër të shtrajtë. A është këtu ma lira, vjen për këtë arsye në treg? Po në treg edhe në treg bëlla u jenë bosin markete. Do se në jenë ma lirë në markete se në treg.